Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend se haxhi i kryer ashtu si duhet sipas rregullave në mënyrë të plot, nuk ka tjetër shpërblim përveç xhenetit. A mundem me tregu diçka lidhur me këtë hadith se çdo herë kur ta dëgjoj, subhanallah, tek unë e ngjall një farë mallëngjimin një lloj a thua vallë ne që na kanë haxh, a e kina arritat ata bëjmë haxhin ashtu si do Allahu subhanahu taala. Për qatë adhurim Allahu me na garantu xhenetin. Ky hadith tregon përsëri atë vlerën e madhe, atë rëndësinë e madhe, atë madhështinë e madhe që ai i cili e bën këtë ibadet për hir të Allahut azza wa jall, pra sinqerisht, gjithashtu i plotson kushtet, i plotson rregullat, nuk është haxhi i tij vetëm një lloj vizite, vetëm shikimi i vendeve të ndryshme të botës, një lloj turizmi e kështu me radhë. Është ibadet i rëndësishëm që ja kushton gjithë atë ibadet Allahut azza wa jall. Sinqerisht nuk i them, nuk i prish ato kufi të rregullat e haxhit, shpërblimi i tij është xheneti.